Alba është partejet e prekur gjatë ditës së sotme, e ndikuar nga prezenca e Limit, banorit më të ri në Big Brother VIP Kosova, me të cilin ajo ka pasur një histori. Gjatë një bisede me Hygertën, Alba u shpreh se ishte ndjerë e lënduar nga veprimet e tij me banoret e tjera brenda shtëpisë. Nuk erdhi të më pyes se si jam, shkoj, nisi me femra të tjera të bëj muhabet. Me femra që më kanë prekur në morale më kanë shajt. Më kanë prek edhe në familje, tha ajo me slotësh. Në një moment, Alba theksoi edhe një pikë delikate nga lidhja e saj e kaluar, duke përmendur tradhtin që ajo pretendon se ai ka bërë. Ky do të vazhdoj lojërat e veta si playboy, e di se në publik kështu e nxjerr veten. Ky që kur ja zbulova tradhtin, nisi të më justifikohej, të më arsyetohet se nuk është e vërtetë. Kishte frikë prej meje se do I largohesha për punën e tradhtisë, shtoi ajo mëtej. Pas kësaj Alba filloi të qaj. Arsyeja e lotëve të saj ishte pikërisht hyrja e Limit, ish të dashurit të saj. Edhe pse historia e tyre ka përfunduar, ajo thot se zemra nuk mbyllet. Mendova që e ka mbyll historinë, por zemra s'mbyllet, I thot Alba Hygertës. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.